Në qartë. Por, futja në loje gjykatës kushtetuese, si në rastin e zotit Veliaj, po specifikisht në rastin e zonjës Balluku, kryeministria që i drejtohet gjykatës kushtetuese, dhe u duk si kur pati një ndërlikim të gjithës, por nuk u kuptua qartë që gjykata kushtetuese dha përgjigje për pjesën e vetë, pra qëndrimi apo jo në detyrë i Ballukut, ndërkohë që Spaku kishte vimësinë e punës vetë, apo jo. Tashmë është data 22 janar. Çfarë pritet nga data 22 janar? Si mund të interpretohet? Në fakt, që çështja do të kalonte për gjykim, pra ajo ishte seanca paraprakë, që çështja do të kalonte për gjykim nuk ishte diçka e papritur. Pavarësisht se ajo ishte me shumicë votash, sepse duhet kemi parasysh që ka pasur edhe një rast më parshëm që ka qenë për zotin Berisha, por në atë kohë kërkesa u bë nga 1/5 deputetëve, që ishin deputetë të opozitës, dhe gjykata kushtetuese vendosi që mos ta kalonte për gjykim dhe orientoi rastit duhet ndiqen nga zoti Berisha personalisht siç u ndoq me të gjitha shkallët e gjykimit derisa shkojnë gjykatë kushtetuese. Pra nuk gjeti legjitimitet substancial ke 1/5 deputetëve se çfarë interesi kishin ato raport me një kolegun e tyre, pavarësisht se ai ishte kryetari i partisë. Ndërkohë që në rastin e kërkesës zotit Rama në cilësinë e kryeministrit, ai kërkesa është bërë me idenë që ka një cënim pushteteve, pra pushteti gjyqësor, që në këtë rast është GK-ja, ka cënuar kompetencat e kryeministrit për formimin e qeverisë, sepse sipas tij pezullimi i zënës kryeministres dhe një ministre nga detyra cënon drejtën e tij për të propozuar ministra dhe për të vijuar punën me qeverinë që ai ka vullnetin e tij. Dhe gjykata kushtetuese ka marrë parasysh, pra ka ecur me idenë që ka legjitimitet dhe këtë çështje do e gjykojë me datë 22 janar. Ndërkohë që ajo që ishte papritur ishte pezullimi i vendimarrjes së gjykatës posaçme të shkallës parë. Për mendimin tim ajo ishte një vendimarrje e nxituar, është një kohë gjatë le të themi që një person për cilin është kërkuar masa e sigurimit që mos helmoj provat siç thuhet në gjuhën e përditshme, apo pra mos intimidoj dëshmitarët dhe gjitha këto, në momentin që ti e lën detyrë me vendim të gjykatës kushtetuese pa pritur dhe vendimin e gjykatës apelit, gjykatës posaçme të apelit, për mua është një ndërhyrje jo proporcionale që gjykata kushtetuese ka bërë në këtë rast.